Ish-kryeministri Sali Berisha i drejtohet sërish gjykatës kushtetuese. Në datën 20 nëntor ka dorëzuar një kërkesë në gjykatë kushtetuese përmes së cilës kërkon shfuqizim, pra heqje të masës së detyrimit, me paraqitje që referuar vendimit të apelit datë 3 janar 2025 po e zbaton prej pothuajse një viti. Për rrjedhim, Berisha kërkon që kjo masë të shpallet si antikushtetuese dhe menjëherë mbas dorëzimit të kërkesës hedhur shorti në kushtetuese dhe është caktuar si relatore Fiona Papajorgji. Sa kaq, në kushtetuese ka edhe një kërkesë të mëparshme të ish-kryeministrit nën akuzë nga SPAK për korrupsion. Padia për shpalljen antikushtetues të caktimit të arrestit shtëpiak, shfuqizuar më vonë, do të shqyrtohet në datë 17 dhjetor, ora 10. Njëkohësisht, gjykata kushtetuese ka nxjerrë datën edhe për kërkesën e Jamar Bermalltezit, dhëndri i ish-kryeministrit Berisha.